Albin Kurti është krijuar mbi atë dogmën e kundërshtimit. Ai është ka aftësi edhe vetëm në kundërshtim. Me kundërshtu diçka edhe me kriju diçka është dallim i madh. Domthon ky është vetëm kundërshtues. Në sot s'pako unë do të shakoni lumtur sot me i rëndit disa rezultate për to. Sepse kanë kaluar 6 vjet edhe nuk e di cilat janë rezultatet e tij. Cilat janë rezultatet të prekshme, jo narracioni, jo tregimi, po rezultatet. Me çka na duhet me mat një qeveria ka qenë e suksesshme, me çka duhet me mat përveç rezultatin. Cila është ndomënjesia mase vetme e kemi rezultatin. E kemi rezultatin sepse ky ka qenë më shumë se çdo personalitet tjetër në krye të qeverisë. Askush në krye të një qeverie nuk ka qenë në Kosovë më shumë se Albin Kurti. Cilat janë rezultatet e tij? Atë shkojmë edhe në historikun e prap mashtrimit i tij në kuptimin e premtimeve. Unë jo rastisht e përmena